Banorët e fshatit Qazim Pali në Borzh kanë protestuar ditën e sotme përballë një situate që ata e cilësojnë absurde dhe të padrejtë. Prej rreth një viti, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka bllokuar certifikatat e pronësisë për një sipërfaqe prej 100 hektar që ata kanë përfituar ligjërisht në bazë të ligjit numër 7501, duke i lënë banorët në një pasiguri të plotë për pronat e tyre. Sipas rrëfimeve të protestuesve, tokat e përfituara prej tyre kanë qenë moçalishte, të cilat i kanë kthyer në toka bujqësore me mundin dhe krahët e tyre ndër vite. Në vitin 2020, përmes një ceremonie zyrtare, ish drejtori i hipotekave Artan Lame ju dorëzoi atyre certifikatat e pronësisë, duke u njohur zyrtarisht të drejtën e pronës mbi këto toka. Quhem Fotinita Ullaj, jam nga të gjithë këta këtu, jam një shekull si familje, që kam ardhur nga Kuçi Vlorës, një vjeç dhe sot jam parafërsisht 80 vjeçe. Në këtë sektor të Qazim Palit, kur kemi ardhur neve, kanë qenë 5-6 familje të vjetra. Ka filluar punë në vitin 63, në 8 tetor, kam qenë 14 vjeçe dhe kam bërë qilizëm dhe gropa me një përgjegjës i sektorit që nuk jeton më me Leq Marku, që bëja 30 metra kub bashkë me moshatarët e mi, sepse nuk morën do të shkëll më falë. Edhe atë parcel që kam unë sot, e kam shvillëzuar vetë, e kam hapur vetë, e kam mbjell vetë, po kam marrë parat do thuash. Punova 14, do thënë 16 vjeç, 2 vjetë. E kupton? Edhe tani del dhe më vjen masë e kufizimit për 2 parcela. Venetike Ota, kam ardhur këtu 14 vjeçe, kam punuar, më ka punuar nëna këtu, kemi hapur kanale, kemi hequr rrepe, edhe vjen puna tani. Nuk marrëm dot një pollom tokë. Kam 4 fëmijë, e 2 ne 6 nuk kam një pollom tokë. Dhe atë që e kam me debate, e kam me probleme. Edhe akoma nuk ka vajtur punë, nuk ka vajtur akoma gurit e vendi. Ne do vazhdojmë sot, do vazhdojmë njeri sa të marrë përfundim. Se kemi punuar 14 vjeçe, edhe erdhi puna, dalëm pa tokë këtu. Mi ka dhënë vetë kryeministri certifikatën me dorën e tij këtu dhe tani na dërgojnë që kufizojnë nga hipoteka. Hipoteka e Sarandës na ka kufizuar, ka dërguar një urdhër kufizimi për shkak se sipas urdhrit janë të fituara nga komuniteti musliman. Nuk besoj personalisht se një komunitet fetar interesohet për toka turistike. Vetë kryeministri, se unë jam emigrant në Greqi në Athinë, ka ardhur e në ka thënë, të vini të ktheni të tokat tuaja. Cila tokë? Që veta ai na i rëmben, si do kthehem unë emigranti në tokën time të investoj kur më rëmbej. Se nuk besoj se ai komunitet interesohet për toka turistike, po sigurt më tepër se i sigurt jam që një oligark fshihet brapa kësaj gjendje skandaloze. Besoj se do vijë koha që asnjë shqiptar, shteta shqiptar i thjesht, nuk do ketë mundësinë të shkojë në një plazh publik, për shkak se e pam që një ishull i tërë u shit, edhe asnjë shqiptar nuk reagoi. Kështu do bëhet edhe me fushën e Borshit, edhe me fushën e Palasës e Dërmadës në tërë Bregdetin. Kështu do të vazhdoj, por nuk bëm diçka. Sot megjithatë banorët përballen me pamundësinë për të përdorur apo zhvilluar këto prona, pasi ASHK i ka bllokuar me pretendimin se ka mbi vendosje me prona të pretenduara nga komuniteti musliman shqiptar. Sipas banorëve, këto pretendime janë të pabaza dhe institucionet shtetërore nuk kanë dhënë asnjë zgjidhje konkrete, pavarësisht ankesave dhe kërkesave të shumta. Materiali u mundësua nga bashkëpunëtori i televizionit 6+1 Vlora, Saranda Web.